tretë është plani regulativ i detajuar. Dhe pa plani zhvillimor komunal, ku përfshihen gjitha segmenta, apo gjithë sektorët, është multisektorial ky zhvillim komunal, nuk mund të vazhduhet me hartat zonale dhe me pjesë tjera të programit. Gjithsesi, në këtë plan zhvillimor ekonomik parashihet edhe bujqësia dhe infrastruktura dhe zhvillimi komunal në gjithë hapësirën e komunës. Pra, te infrastruktura normalisht që kemi para po të gjitha ato që kanë domosdoshmëri, jo me shtru asfaltet mbi bare, po me i bë ashtu siç duhet rrugët, dhe normalisht i kemi një planifikim prej 13 milionerave, cilat do të jenë vetëm për infrastrukturën rrugore, që janë të gjitha rrugët e parapome dhe rrugët e brendshme të fshatit. Sigurisht se nuk do të shtrojmë rrugë të cilat janë pron private siç ka ndodhur deri tani. Okej, zoti kryetar, kundër replik? Jo, kundër replik, s'qare po mendoj jo kundër replik në fakt, edhe pse kombat njohur. Plani zhvillimor komunal natyrisht që është dashur aprovu, në kam me vete gjithë dokumentacionin dhe raportin e punës për hartimin e planit zhvillimor komunal. Që ka ndodhur, nuk është vonu, shikoni komunat nuk mund me aprovu plan zhvillimor pa aprovim paraprak nga Ministria e Planifikimit Operacional. Në fakt, hartat zonale kur janë hartu ka qenë plani i vjetër zhvillimor komunal, se ne kemi gjetë natyrisht, dhe mbi atë plan është aprovu hartat zonale. Dhe një çështje ta sqarojmë për publikun dhe për shtetarët, e besoj edhe për kolegët. Asnjë komunë, asnjë plani nuk mund të aprovojë hartën zonale pa aprovimin paraprak të Ministrisë përkatëse. Që i bie në këtë situatë, zoti Ahmeti, që qeveria nuk ka qenë pashkolluese? Veç ta shpjegoj. Ne era aprovon hartën zonale paraprakisht, jep konfirmimin që është okay harta zonale, pastaj shkon në asamble. Dhe asambleja voton. Nuk mund të aprovojë asnjë komunë, asnjë plan, asnjë kush. Por plani zhvillimor ka ngecë për faktin që Ministria përkatëse përkundër kërkesat vazhdueshme tona dhe të kompanisë e cila ka qenë e kontraktuar për të hartuar planin zhvillimor, ne kemi një refuzim me një kërkesë specifike të Ministrisë e cila kërkon që të futet deponia regionale e Mbetorinës në kodrën që quhet tena Kërçev, përndryshe nuk mund të aprovohet plani zhvillimor pa e pas këtë deponi. Kjo ka qenë kushzim? Kjo ka qenë kushzim për cilën ne natyrisht se kemi pranuar. Shkresa fundit e Ministrisë është me 14/05/2024, ndërkaq janë edhe 6 shkresa të tjera me të cilat ne ju kemi drejtuar Ministrisë. Rregull. Okej. Kjo është zyrtare, nuk u diçka që për shkak do të kthehem me juve. Zoti Qeriqi, në drejtimin e planit zhvillimor. Para se me fillu me planin zhvillimor që ta shoqisim njerë këtë temë e më pas të fillu që për thapë bëjnë një parandes në hyrje, krejt këshijat në gjitha fushat e qeverisjes në komunën e Lipjanit janë produkt i këtij kryetarit. Mirë po, edhe premtime që tash i jep janë rezultat i produktit keq të paralizuar. Se janë për 12 vjetë qeverisi për flasme. Kthehemi te plani zhvillimor komunal. Na e kemi pyetur në një debat tjetër, i ka do emaila, i tregon që thotë i kam do emaila qeveria, çka ke bë ti për me zgjidhë problemin? Çka ke bë që sa vjet? Qysh ke qas qeverisë? Thirret për një depo të Mbetorinës, e përmend, i ka bë 86 depo të Mbetorinës në Lipjan, e perun Lipjanin për një depo të riciklimit të Mbetorinës. Ka hyrë vetë negociata me bë këto fillimisht, po tërhiq më sanena, ky e din kalkulimet që ka bën, nuk ka bën për do vota mundrua dhe ka hyrë vetë, edhe u kthy mrapa, tash edhe thotë që nuk ka, e shfrytëzon momentumin me bë edhe ndërtimet e Gran Lipjan. Po, a është kompetencë e komunës, a është kompetencë e qeverisë? Këtu e kemi dilemë. Na nuk jem këtu me shkëmby kompetencat, po do të me punu kryetari për me zgjidh probleme. Okej, kryetar, po pastaj kthehemi me urdhër. Nëse më lejon edhe kam edhe ligjin me veti, mund t'ja zgjedh nenin edhe dje pa rast një moderator më kallëzu ligjin. Shikoni, qytetarët e vlerësojnë a kumbo keq, a kumbo mirë. Individet mund me dhënë opinionin e vet, mendimin e vet është okej. Deponi regionale nuk mund të kenë komunat. Ideja e qeverisë është që deponi regionale të Mirashit me prunë në Kërçev. Dhe këtë nuk e kumpranu dhe nuk do ta pranoj as mandatin që do vjen. Kushtrim. Sepse deponit ilegale që janë territor ose mbetorinat që mund gjenden kryesisht inerte, janë deponi që janë pastruar vit pas viti për çdo vit dhe do të pastrohen përsëri këtë vit, është në gjithë territorin e komunës tonë ka evidencë komuna sa ka deponi të tilla të cilat zakonisht na do. Çka kemi bën as si komunë? Secila familja kemi çuar një shport të shtëpia. Secila familje ka kontroll me ndërmorën regionale pastrimin në Lipjan. Jemi përpjek gjithë shtretit e lumeve me i pastru.
Dhe i pastrojmë edhe deponitë që ndodhin